إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف الحديث من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Andi i plotit takon Allahut, i cili na bëri pjesëtar të këtij dini të vetëm të pranuar nga ana e tij, na bëni ndjekës të rrugës të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na bëri prej robërve të cilët i kuptojnë dhe i shijojnë begatitë e tij. E falenderojmë të madhërishmin i cili edhe si vjetë ne mundësoj që ti jetojmë këto ditë të këtij muajit të begat, të këtij muajit të lavdëruar, të këtij muajit i cili është një mundësi dhe një derë e hapur për besimtarin që të reflektojë dhe rikuperojë mendërisht dhe shpirtërisht. Salavatet, selamet, qofshin mbi fytyrën më të ndritshme në sipërfaqen e tokës, mbi krijesën më të dashur të Allahut Dhul Jalal, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi atë i cili fjalën e Allahut, ligjin e tij, mësimet e tij, frymën e të jetuarit sipas normave të Allahut Dhul Jalal e transmetoi deri tek ne në mënyrën më të këndshme, në mënyrën më të kapshme dhe më të qartë. Vëllezër të nderuar, fillimisht u uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke dëshiruar që Allahu Dhul Jalal mbi ne zbret rahmetin e tij, duke dëshiruar që ta jetojmë këtë muaj të përkushtuar në adhurim, ta jetojmë këtë muaj vigjilent dhe të kujdesshëm që adhurimi ynë të jetë i pastër për të arritur atë që e dëshiron Allahu Dhul Jalal prej nesh. Çdo vend se begati për njeriu, mirësi për njeriu, është që të jetë në urrejtimin e Allahut Dhul Jalal. E muaji i Ramazanit është shansa dhe mundësia më e mirë që njeriu në ndërdijen e vetë mbulit faktin se në çdo moment të frymimit të tij mbi sipërfaqen e tokës e ka mbi supet e veta urrejtimin e Allahut Dhul Jalal. E ka mbi supet e veta
kujdesin e tij, sepse vazhda e adhurimit të Allahut prej njeriu të parë deri te njeriu i fundit që do të frymojë në sipërfaqen e tokës, nuk është ndërprerë dhe nuk është shkëputur asnjëherë. Ndaj vëllezër të nderuar, kthehemi dhe kujtojmë ajetin të cilin e cituam në fillim të kësaj ligjërate. Wallahu dhul jalal në suratul Baqara ju drejtohet besimtarëve duke ju thënë: Ya eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. O ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim edhe një atyre para jush. Në fillimet e agjerimit, në fillimet e këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit, vëllezër të nderuar, si besimtar, duhet ta kemi para përgatitjen e nevojshme, që në momentin e zhytjes, në momentin e hyrjes, në momentin e fillimit të këtij muaji, të mos kemi asnjë dilemë. Dhe të braktisim, të anashkalojmë, të lëmë pas vetes çdo ves i cili e dëmton karakterin njerëzor, të lëmë pas vetes çdo punë të irrituar e cila degradon qenjen njerëzore. Ndaj, kur ndërlidhemi me ajetin kuranor, o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim edhe i atyre para jush. Është një dëshmi se Allahu dhul jalal në sipërfaqen e tokës ka zbritur vetëm një ligj. Allahu dhul jalal në sipërfaqen e tokës ka parapar vetëm një sistem të shpëtimit të njerëzimit. Se Allahu dhul jalal nëpërmjet këtij sistemi e ngriti njeriu në grada të larta. Se Allahu dhul jalal nëpërmjet këtij sistemi e shpëtoi njeriu, e nxori njeriu nga humbja në udhëzim, e nxori njeriu nga errësira në dritë. Ndaj, kontinuiteti, vazhdimësia e zbatimit të ligjit të Allahut, e nënshtrimit ndaj tij, e përulësisë ndaj tij, vëllezër të nderuar, ka qenë evidente që në njeriu e parë, që te Ademi alayhis salam dhe vazhdon përgjatë historisë së njerëzimit. Pra, Allahu dhul jalal tha se ua kemi bërë obligim agjerimin jo si diçka të re, jo si diçka të papërjetuar më herët, jo si diçka të pashijuar më herët, por është një vazhdimësi e adhurimit të Allahut dhul jalal në kuptimin e asaj që u bë edhe nga ata që ishin para nesh. Historiku e agjerimit është i gjerë dhe të nderuar. Mirë më, kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i kanë thënë: O i dërguari i Allahut, cili është agjerimi më i dashur tek Allahu dhul jalal? Ai sallallahu alaihi wasallam ka thënë se agjerimi më i dashur tek Allahu është agjerimi i Davudit alayhis salam, i cili ka agjeruar tërë jetën e tij një ditë po dhe një ditë jo. Pastaj kanë qenë agjerimet e pejgamberëve të ndryshëm, i vargut të dërguarve të Allahut dhul jalal, të cilët kanë thirrur vetëm në një të vërtetë, në besimin në Allahun një. Ndaj, edhe pjesa e fundit të ajetit është kulmi i kërkesës së Allahut dhul jalal.
Pjesa e fundit e ajetit është motivi dhe nxitja më e madhe të cilën Allahu Dhul Gjelal e indikton. Allahu Dhul Gjelal e fut në mendet e njerëzve duke kërkuar prej tyre la'allekum tattaqun, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra, kërkesa elitare e Allahut para xheruesin është arritja e devotshmërisë. Prandaj Allahu Dhul Gjelal në ajetin kursi, në hadithin kursi, të cilin e ceku edhe hoxha mbram të tha kullu amelin ibni Adem lehu ila siyam fa innehu li wa ana ajzi bihi, se çdo vepër të cilën e bëri i biri i Ademit apo e bën i biri i Ademit, e bën për veten e tij, përveç agjerimit të cilin e bën për mua, dhe unë kesh përblej atë. Pse? Sepse vëllezër të nderuar, në psikologjinë njerëzore, natyra e krijimit të njeriu, në aspektin psikologjik të tij, është e ngulitur se imponimin njeriu nuk e pranon kurrë. Se imponimi për njeriu gjithmonë është i padëshirueshëm. Se njeriu në natyrën e vet është i krijuar që ta ketë atë lirinë individuale. Mirë, Allahu Dhul Gjelal përcaktoi obligimet e tij për njeriu në mënyrë që ai ta nxjerrë në pa atë brendin, atë anën pozitive, atë anën të mirë të cilën e posedon, atë anën e cila e dallon të krijesave të tjera, të cilat jetojnë mbi bazë të instinkteve, kurse njeriu jeton mbi bazën e logjikës. Nëse kafshët e tjera, nëse gjallësat e tjera, nëse krijesat e tjera jetojnë me instinkte, njeriu jeton me logjikë nëpërmjet të cilës ai i percepton të vërtetat, ai i kupton të vërtetat, ai i mëson të vërtetat, ai i kultivon të vërtetat dhe i bën pjesë të pandashme të karakterit të tij me një qëllim të vetëm, la'allekum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm për Allahu Dhul Gjelal. Tani do të kalojmë në një prizëm tjetër të vërejtimit të agjerimit. Allahu Dhul Gjelal në ajetin krijues thotë ayyaman ma'dudat. Ditët e agjerimit janë ditë të caktuara. Dhe këtu kemi mbështetje, kemi bazë. Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Agjeroni me pamjen e hanës dhe përfundojeni agjerimin me pamjen e hanës. Domethënë janë ditë të caktuara. E për këtë e gjej për obligim që ta shpreh një mendim, dhe jo vetëm një mendim, po një rregull të cilin sot njerëzit të cilët derë apo gajle apo brejnë më të vogël e kanë të vërtetën, por gajle dhe derë e kanë të fusin butin të gjithë njerëzve, është fakti që ndodhi një ditë para fillimit të muajit Ramazanit. Se disa e filluan Ramazanin ditën e mërkurë, e ne e filluam ditën e agjerimit të Ramazanit sot. Vezër të nderuar, Allahu në Kur'anin të mëlarë thotë: "Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun." Për gjëra të cilat nuk i dini, pyetni ata të cilët janë thirrur, ata të cilët janë ekspert për t'i përcaktuar gjërat të cilat ne si njerëz, si besimtarë, na duhet vetëm t'i
zbatojmë, vetëm ti implementojmë, sepse nuk është bavë e jonë. Zaten, pse more robja Allahut i verë vetës bavë të cilën nuk mund të barësh? Pse more robja Allahut i shton vetës detira prej cilave të lirojë dhe Allahut dhul gjelal? Allahu në Kur'anin ka vëllarë la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu dhul gjelal nuk e ngarkon njeriu sa ai s'mund të barë, sa ai s'mund të mbajë mbi shpinën e vet. Por e ngarkon vetëm çaq sa ai ka kapacitet për ta barë mbi supet e tija. Ndaj sot ne të merrem edhe të fusim hutise, do ta fillojmë agjerimin një ditë përpara apo një ditë më parë, nuk është punë e jona. Është punë e ehlit dhikri. Është punë institucionale. Nuk është punë e individit i cili mundet sot me uqu këto dhe me thanë se e kemi porë të papilna, kurse ato e pas kanë të drejtë. Në aspekt shkencor, për të fillu dhe për të elaboru këtë çështje, më besoni vëllezër të nderuar, se nuk duhet t'ju ngarkoj. Nuk duhet t'ju ngarkoj, se janë studime dhe holumtimet midfielda, studime dhe holumtimet të rënda për kapacitetin tuaj për të i kuptuar këto gjëra. Ndaj përderisa janë të atilla, pse edhe ne t'ju ngarkojmë juve me çështje për cilat nuk piten në ditën e Kiametit? Ne nuk i marrim parasysh disa gjëra, disa elemente për cilat ka me na vetë Allahu në ditën e Kiametit. Dhe merrem me gjëra cilat nuk kanë pojnë fare me neve. Edhe çka? Pastaj e marrim flamurin e fitness edhe e shpërndarim dhe njerëzit. Ndoshta duke u aprish, duke tentu me u aprish, edhe atë ndjesi e pastër të një njeriu, të një muslimani të pastër, i cili don që këtë muaj të agjerimit ta shijoj me njësi, me begati, me tërësi, me bindje, me nënshtrim të plot të Allahut dhul gjelal. Ndaj, këshilla ime vetë për ju vëllezër të nderuar është se referencë më e mirë, referencë më e pastër, referencë më e përhapur logjike dhe shpirtërore për ju, se hoxha juaj nuk ka. Më besoni se nuk ka. Dhe më besoni se çdo herë apo sa herë që ju keni me kërku diku tjetër një përgjigje, ta dini se keni vendin e gabuar. Për arsye se juve dhe neve askush nuk ju njeh më mirë se sa ju njeh ai i cili ju prin për ditë në namazin tuaj. Edhe çka? Sot ne dalim edhe hullim bojnë mbi atë, apo mbi ata të cilët Islamin në këto truje, me djerës, me gjak, me lëkur, me shpirt e mbrojtën. Dhe sot, ne të dalim më të menqur se ata, edhe të themi se ata nuk e kanë ditur, kurse ne sot po e di. Pra, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillojeni agjerimin me të parin e hanës dhe përfundojeni atij me të parin e hanës. Vëllezër të nderuar, nuk është kompetencë e juja. Nuk është kompetencë e xhamateve. Është kompetencë e institucioneve, të cilat vendimet e veta i mbështetin mbi bazat apo mbi mendimet dhe ekspertizat e dhëna nga observator modern, të cilat e parashohin ndërmimin e hanës me qindrën sekundë, me qindrën pjesë të sekundës të ndryshimit apo lëvizjes së hanës me këtë rrugullin të kështu. Dhe kjo nuk duhet me u kanë dojë e ju.
Fjala jote do të më kanë që atë ditë që institucionalisht neve na thuhet se sot fillon muaji i agjerimit, ne atë ditë ta fillojmë pa hezitim. E janë ma'dudat, ditë të caktuara. Pra janë ditë të numëruara të cilat kalojnë ashtu siç kalojnë edhe jeta jote. Ndaj, ja këtyre ditëve ne duhet të jemi tetë të kujdesshëm. Duhet të jemi tetë të përkushtuar që të lidhemi ngushtë, fuqishëm me adhurimin në këtë muaj, me ibadetin në këtë muaj, me veprat e mira në këtë muaj, sepse vetë i dërguar e Allahut lajmtari i shpalljeve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka men sama Ramadanin imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e agjeron Ramazanin me besim të plotë dhe me llogari të mirëfillt ndaj vetes vet, ndaj punëve të veta, duke pas kujdes që të largoj çdo vesë të keq, do të ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu ja fal atij gabimet të cilat i ka bërë prej më herët. Allahu dhul Jalal për njeriu caktoi ditë, caktoi muaj, caktoi njerëz, caktoi libra shpallje. Dhe këto i veçoi që njeriu të ketë një pikë orientimi në jetën e vet. Pra prej krijesave dalloi njeriu. Prej njeriut apo prej njerëzve i dalloi pejgamberët. Prej pejgamberëve i dalloi ulil azmi. Prej atyre ulil azmive e dalloi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të cilit ja zbriti librin e fundit, Kur'anin famëlar. Ja zgjodhi muajin më të bekat, Ramazanin, që t'ja jep sigurat atij dhe ummetit të tij që ta pastrojnë veten e vet. E ne lutim Allahun dhul Jalal që këtë muaj ta shijojmë, që këtë muaj ta jetojmë, që në këtë muaj të punojmë, ta shtojmë punën më të mirë, edhe njëherë t'i braktisim veset e këqija, të bëhemi njerëz cilët e kuptojmë të vërtetën dhe e ndjekim, e kuptojmë të pavërtetën dhe e braktisim, dhe kërkojmë faljen dhe mëshirën e Allahut në çdo frymëmarrje